sot situata ishte sërish të tensionuar. Jemi duke parë hedhjen e lotësisëve nga fori, i cili tenton të shpërndajë masën e cila her pas here tubohet për të shprehur revoltën ndaj ngjarjeve që kanë gjatë këto ditëve të fundit në Mitrovic. Edhe sot preteksti ishte i njëjtë, vazhdimi i dhunës serbe ndaj shqiptarëve të pjesës veriore, si dhe informata se ndërkohë u identifikua vrasja me armë zjarri edhe të dy femrave, Nerimane Xhakas 44 vjeçe dhe Semiha Abrashi 50 vjeçe. Qësoj numri i viktimave të dhunës serbe të ushtruar para Rom arriti në 9, duke përfshirë edhe një femër të re ku forma e secili suqet, por nuk u identifikua. Dhe ndonë se dje u paralajmërua shtimi i forcave të këforit në atë pjesë të qytetit, gjë që e konfirmon edhe UNMIK-u, megjithatë edhe dje atje shqiptarët përjetuan tmerret e papërshkruara. Me tretin, dytit, beben e kom pas me nusën të mjeku, ka e na kthye aty në mjekëforit, dy njësive të këforit, këta militarët në kanë lajmëru në ato motorollat, se ty besbeti i menet, motorollat, edhe kër e shku të shkollë të banesës, kome në mujtë e kom qitë në shkollë, më kanë donë 3, cilë të njëgjohë të 3.000, emet që u dije, amin gjohë të njëgjohë ku dojnë të tjenë, edhe tha njoni tha, mja kopë tha bebin mja morë, beba 6 mush, bebin të ashtën me në morë, une jum kopë, jum kacafyt me tala, jum shty, nusën i kum thonë ik shkollëve për pjetë, nusja u ik, kur u shku nusja me bebë, i ka rot lek atje, nëse gjatë note, nërën 9:15, bumen e kanë gjua ta vetë në të kofen, se qaj militari maj modjo që manë qatë kofen, është me musteqe, oj trash, aje manë atë kofe, ato e kanë bo vetë me dije kanë bo ato veç për me na hatë mirë, me na mytë neve. Në Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njeriut në Mitrovic u informuam se gjatë natës së mbrëmshme dhe sot nga banesat e veta u dobuan me dhunë edhe familja 5 antarësh e Shevqet Ahmetit, ajo e Behqet Plakollet që u rrah dhe kërcënua me revolje, pastaj në Zirka Çikut, Qefsere Gashit dhe Ismet Hasanit. Për një herë na kanë ardhur 70 dera. Edhe kanë piskat desu shqiptari me fjalë banale, e kanë pa derën tem, edhe për një herë i kanë mshu dhe kanë qelë derën, më kanë thy. E që aty e kom hup kontaktin me vajzë, ka policia që si tregoj me Remja, i kanë marrë mes disa minutave, kanë ardhur 8 policë, më kanë rrethu edhe më kanë qitë prej banesës. Ty zbrit prej katit 5, e kam pa që banesa e më shumë që e damtu me thyme, më kanë vetë, kom thonë po, kanë shtiqe në kere dhe në prunën këtë anën këdinën. Derisa këta dëboheshin nga banesat e tyre, masa e paorganizuar e njerëzve ishte tubuar sërish në urë dhe shprehte revoltën e tyre në forma të ndryshme. U përdor gaz lëtsjes për të shpërndarë, por masa sa vinte e shtohej. Rreth orës 14 në urë këfori përforcoi radhat si dhe shtoi arsenalin e lotësjes, ndërkaq që këto aksionet e tyre me ovacione i përshëndeste masa e tubuar serbe prapa shpinës së forcave paqëruese. Në këto qaste, ata bën disa hapa pare me qëllim të intervenimit më të ashpër, por deri te kjo sjellje pasi që generali francez Saki kërkoi nga komandanti i zonës së trupave mbrojtëse Rahman Rima të ndihmojë shpërndarjen e masës. J'ai actuellement 8 blessés. Actuellement, comme 4 la gauche. Donc 2 sérieux. 2 shootouts. Il faut arrêter ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de une grosse ambassadeur, mais il faudrait qu'il nous aide aussi. Je peux l'accompagner. Nga intervenimi që bëri një njësit i këforit francez në drejtim ku pohoi generali Saki se gjendet një person i armatosur me tromblon, doli se fjala ishte për një çynk stufe. Këtina e pohoi edhe një i ri i cili ishte kap në atë vend nga francezët. Ka kontrolluar në pyetjen për çka është i kurrë ku djali i tromblon, na i tham se s'ka tromblon, në më disa orë në shkollë. Megjithatë, nga aksionet e sotme kundër masës së dëbuar, një numër i madh i të rinjve shqiptar psoi lëndime, ndërkaq pohohet se një fëmijë 13 vjeçar u qellua me pushkë snajperi. Diku rreth orës 15, masën e tubuar para urës e qetësoi përkohësisht komandanti Rahman Rama nga TMK-ja, por kjo nuk do të thotë se ky është edhe fundi i situatës së shprenuar serbe që filloi rreth orës 20 e zgjati deri në orët e sotme të hershme të mëngjesit, i mori jetën.
Muharrem Sokolit, 51 vjeç, Nezir Vocës, 60, me bashkëshortën Shqipën 55 vjeç. Pastaj Selimi Berishës Vërbovcit 50 vjeçe, Remzie Canhasit 55 vjeçe dhe fëmijët Nderima Jetit 13 vjeçar. Të gjithë këta, por si zhduqohet edhe 3 të tjerë, janë vrarë në banesat e veta nga bombat e hedhura nga kriminalet serb. Numri të plagosurve të kalon 20-shin, ndërka që këfori flet edhe për 15 të lënduar serb nga një shpërthim në një kafeteri serbe në rrethana tash për tash të panjohura. Bram Agjen ma kanë vra. Kush është Muharrem Sokoli. Tjetër çka keni pa, çka ka ndodhur në thënë? Qka është merë? Me him banesë është merë me pa qka ka ndodhë. është merë që bujnë për njerëzve ashtot, s'keni qa me pa. Njeri është kur gjo Francez. Francez dhe kja pun po mdonë Kosovë. Francez kur gjo. 3 orë njeri ka jetu, 3 orë ka jetu, masi që e kanë quna ma. Kur s'ka reagu. Si duket ata jon kap, që shkon digju, jon kap njerë me zveti me një kafeq. Edhe mandej kanë dalë që ashtu turm, edhe kanë hyne për banesa. Shqiptarve, a kanë gjujt eksploziv, a kanë gjujt me armë, i kanë qitë njerëz. Gjithashtu informuam se turma e prirë nga Dragan Delibashiqi, shefi policisë serbe për këtë rajon, që vazhdon të veprojë i papenguar me 124 kriminal të tjerë të identifikuar, dogjen edhe 8 automjetet të UNMIK-ut. Nga kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Mitrovicë, Halit Berani, mësuam se këta nuk ishin të vetëm. Po pritje përkatësisht prej ardhjes së 7 autobusëve me serb prej qytetet të ndryshme të Serbisë, të cilët kanë ardhur me 1 dhe 2 shkurt në Mitrovicë, gjendja është tensionuar dhe dhuna është shtuar në pjesën veriore të qytetit, përkatësisht në lagjen Ivri. A dihet për fatin e të plagosurve, ku gjenden ata? Vetëm për 5-6 prej tyre, ndërsa për të tjerë nuk dihet. Gjurmëve të informatës së Beranit në qendrën mjekësore takuam këtë paciente të plagosur. O mosh plot rruga i vëllëllari bar me paramilitare që po dione ata ishin edhe me mjek rasën. I kom një të thonë parin kat ka një shqiptar. Edhe për me një herën derë teme. I kam shoh derës, e kanë qelë derën, shoh ku ishte kujin me fmi. Mu më kapën e më grenë spari për plakve, të nisën me më shoh krushta, pashta që shqiptar ka ovde. Po që po dam këtu tha, e gjujtën bombën në kafiq. Edhe më kanë ngre shkallët e poshtë. Aty e ku më ushtë dhe bjenë s'kom ditë. Mas 15 minuta që ashtu se u largun dullen jashtë, dole pa shokun, më falni s'pat gjo ma pështirë. E kishin shtri nakull, e kishin desh gjysh se shoke poshtë. Tha je gotov, edhe zdi që shoh tani mrena mundësive, s'mojsha mi ndimu kur gjavish dhe uj. S'moj keme përbiju trash gjuha. S'kishe qa me pon, 3 vena ishte i qpumë në barë. Kemi informata që disa fatkeqësisht janë spitalit sërb, kanë në stërna sërb, po të kanë qumë edhe unë se i lëndume nuk mundet me zgjenë momentin kur është ka vedije ku do të shkanë. Të brengosur për atë që kishin dëgjuar se çka ndodhur me ata në urës e Ivrit, rreth urës që nga orët e hershme të mëngjesit ishin tubuar disa qindra qytetarë të cilët shprehnin revoltën e tyre në forma të ndryshme. Pas vrasjeve të mbrëmshme që ngjatin në Mitrovicë, gjendja sot ishte tërë ditën e tensionuar. Jemi duke dëgjuar detonime të shumta që po zhvillohen në këtë pjesë të qytetit, do të në pjesën jugore të qytetit, mu para urës, ku grupe demonstruesish kërkojnë sqarime rreth asaj se çka kanë ngjarë mbrëm. Forcat e KFOR-it janë duke hedhur gaz lotësies me qëllim të largimit të protestuesve në këtë pjesë të qytetit. Ngjarjet në Mitrovicë sot janë zhvilluar me shpejtësi filmike. Në momentin kur KFOR-i evakuoi 31 serb që punonin për UNMIK-un në ish ndërtesë në Jugobankas, masa e revoltuar filloi të jap topa bore dhe gur mbi tanket e tyre.
Për të shqyrtuar situatën e krijuar, u tobuan përfaqësuesit e partive politike të Mitrovicës së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal Bajram Rexhepi dhe administratorin Rajnal Mario Marcone. Me këtë rast, ky i fundit pasi gjykoi incidentin e autobusit, konstatoi se nata e mbrëmshme ishte natë dhune. Andaj u vendos që në këtë fundjavë të aplikohet ora policore në të dy anët e Mitrovicës së ndarë. Diku rreth orës 15, me ndihmën e trupave mbrojtëse të Kosovës të zonës së Mitrovicës, protestuesit para urës u shpërndan.